Superkupa Kosovë Diaspor organizohet për herë të parë në Gjenevë. Konsullata e Republikës Kosovës në Gjenevë ka qenë pjesë e aktivitetit tradicional Superkupa Kosovë Diaspor, e cila këtë vit u organizua për herë të parë në Gjenevë, duke shënuar një moment veçantë për komunitetin shqiptar në Zvicër. Ky aktivitet u organizua nga Klubi Futbollistik Kosova Gjenevë dhe Unioni i Klubeve Shqiptare të Futbollit në Zvicër në nënbrellën e Federatës Futbollit Kosovës, me mbështetjen e Ministrisë Kulturës, Rinisë dhe Sportit dhe Ministrisë Punëve të Jashtme të Diasporës. Në ndeshjen finale për trofeu përballen FC Prishtina dhe FC Kosova Gjenevë, duke dhëruar emocione të mëdha dhe një atmosferë të jashtëzakonshme sportive. Organizimi i Superkupës në Gjenevë u vlerësua si një ngjarje me rëndësi të veçantë që forcon lidhjet mes sportit në Kosovë dhe diasporës.